Partitë shqiptare po vazhdojnë mjegullimin e zhvillimeve politike në vend, pikërisht në kohën kur po flitet për përçarje në koalicionin Vlen, gjithsesi për atë se njëri nga liderët Arben Taravari dëshiron të largohet nga Vleni, gjë të cilën ai nuk e ka pranuar në asnjë moment, por ka pranuar se është i pakënaqur nga funksionarët të këtij koalicioni. Këtë të shtun liderët Arben Taravari dhe Ali Ahmeti u gjetën në një vend bashkë me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj. Në një video të publikuar nga disa portale shihen në të njëjtin vend duke u përshëndetur lideri i BDI-s Ali Ahmeti dhe ai Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari. Nëse takimin e kanë mbajtur të përbashkët apo veç e veç, kjo mbetet e panjohur. Në fotografinë që e ka postuar Taravari në Facebook, thotë se ai takimin me presidentin Begaj e ka bërë me sekretarin e përgjithshëm të partisë Blerand Ramadanin dhe takimin e ka quajtur vllazëror, pa dhënë asnjë detaj më shumë. Ky takim bëhet vetëm 2 ditë pasi Begaj u takua me përfaqësues tjerë të koalicionit Vlen, Izet Meqitin, Arben Fetajin dhe kryetarin e Kuvendit Afrim Gashin, të cilin po ashtu e kishin quajtur takim vllazëror. Presidenti i Shqipërisë takimin e zhvilloi gjatë një ndalese të shkurtër në Shkup, gjatë rrugës për në Sofje të Bullgarisë. Për asnjërin nga takimet, presidenti Begaj nuk ka dhënë asnjë koment.